për prezencën tuaj. Atëherë, siç e pat, ishte kërkesë e grupit ton parlamentar që sot të mos procedohet tutje për votim kandidimi i zonjës Albulena Haxhiu, kryetares në ardhje të Kuvendit të Republikës së Kosovës, për arsye të deklarimeve të grupeve politike në raport me procesin e votimit. Më lejoni të ritheksoj edhe një herë. Votimi për kryetaren e Kuvendit, nënkryetarët e Kuvendit, është votim i cili kërkon pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës. Për dallim nga qëndrimi politik, apo mbështetja, apo mos mbështetja, apo refuzimi për të marrë pjesë në votim për qeverinë e cila i propozohet Kuvendit dhe mandatarin, votimi për kryetaren e Kuvendit dhe nënkryetarët është votimi i cili është obligimi të gjitha grupeve parlamentare. Në situatën aktuale, ashtu siç po deklarohen grupet parlamentare politike të opozitës deri tashme, i bie që menjëherë pas arritjes së një shumice që kërkohet për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit me 61 vota për, atëherë ne si grupi më i madh parlamentar kemi forcën që të bllokojmë apo numrat që të bllokojmë zgjedhjen e nënkryetarëve. Për arsye se menjëherë janë edhe dy votime tjera. Është votimi për nënkryetar të Kuvendit me 61 vota për të deputetëve të Kuvendit të Republikës dhe pastaj votimet e nënkryetarëve veç e veç të dy grupeve jo shqiptare parlamentare, gjithsesi grupit të komunitetit serb dhe grupit të komuniteteve tjera jo shumicë në Republikën e Kosovës. Do të gjitha ta, dhe para meje ishte këtu drejtuesja e grupit paktën e deklaruar parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Bajrami, që tha duhen konsultime politike. Por Lidhja Demokratike e Kosovës ka kthyer përgjigje negative në atë proces, në procesin e konsultimit politik. Dhe ajo letër që i ka shku Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë për formimin e institucioneve, gjë të cila tani në proces ka ngecë. Do të thotë ne nuk e kemi asnjë qëllim që ta bllokojmë formimin e Kuvendit, gjithsesi konstituimin e leadershipit, kryetares, nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës. Por me këto qasje, të cilat në mënyrën se si po tregohen ose po barikadohen nga partitë tjera parlamentare, me të vërtet duhet të dakordohemi me një temë tjetër. Të thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë Kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë njëherë Kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera. Do me thënë, në rrethonat aktuale dhe deklarimet aktuale, kjo duket se zgjedhja më e afërt dhe më e pranueshme. Kështu ashtu kemi pasur vetëm deklarimin dhe ofrimin bile edhe të datave potenciale të kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Vemli Krasniqi, për atë se kur vendi mund të shkojnë zgjedhje tjera parlamentare, prandaj shumë e thjeshtë. Ne nuk jemi të interesuar që kjo blokadë vazhdoj, nuk jemi të interesuar sipas disa teorive që duam t'i bëjmë zgjedhjet së bashku, lokale dhe nacionale, nuk jemi të interesuar që ta shtyjmë këtë situatë pafund deri në zgjedhjen e presidentit presidentes, do të thotë asnjë nga këto skenare nuk është valide. Valide do të ishte sikur kishte vullnet minimal të grupeve parlamentare tjera të tregonin se do ulen dhe do e kalojmë këtë ngërç për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit dhe pastaj ne njëjtë do votojmë nën kryetar të Kuvendit. I njëjti numër i votave kërkohet, si për kryetaren e Kuvendit, si për nënkryetarët e Kuvendit. Do thotë nuk ka dallime midis mbështetjes në numrin e deputetëve, për arsye se ju e dini, kemi pasur situata mjaftueshëm deri me tani, ku është kërkuar shkarkimi në disa raste i nënkryetarëve të Kuvendit, ku duhen 2/3 e deputetëve të Kuvendit. Prandaj ky është votim shumë specifik që kërkon edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese pjesëmarrjen e gjithë deputetëve në votim, do të thotë nuk ka mos pjesëmarrje në votim, duhet për abstenim ose kundër të jenë aty. Situata është shumë e qartë. Nëse pas 2 dite grupet parlamentare, gjithsesi partitë politike, kanë një reflektim, ne shumë thjesht mund të konstituojmë në tërësi Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të kalojmë te pika tjetër që është votimi i qeverisë. Keni një alternativë, apo a keni një kompromis që mund të me arrit në partitë tjera që po i shërnë në takime, që mos tjetë Albulena Haxhiu kandidate, por dikush tjetër, që oftohen nga partitë tjera?
Së pari, burim po kemi alternativë, jam kryetare alternativës. Së dyti, në çfarë forme ne kemi uzurpu kuvendin. Si e kemi uzurpu kuvendin? Deputeti Avni Dehari është këtu sipas parimit të moshës së kryesuesit të deputetit më të vjetër. Deklarimi se lëvizja vetëvendosje ka uzurpu kuvendin, përveç se i pasakt është dashakeq dhe e tregon mungesën e çfarë do vullneti për të shiqu përtej kufizimeve që duket se përfaqësuesve të opozitës ju ka ersu mendja edhe me gjetë ndonjë zgjidhje tjetër, e cila njëjtë ata i ngarkon me peshën e përgjithësisë për votat dhe mbështetjen që e kanë marrë. Prandaj nuk mundeni veç me e deklaru se jeni grupi më i madh, ju bëni shumicën. Po, është e vërtet, ne jemi grupi më i madh, po atja përcaktojmë ne atëherë Partisë Demokratike kandidatin për nënkryetar të kuvendit, ose Lidhjes Demokratike kandidatin për nënkryetar të kuvendit. Hajde po e bëjmë këtë. Ata po na përcaktojnë neve kandidatin për kryetarit të kuvendit, ne pastaj po i bëjmë zgjedhjet. Po i thonë, s'po m'pëlqen ky deputet. Ata nëse s'gaboj, Lidhja Demokratike ka deklaruar. Zotin Kujtim Shala, ne po i thonë jo, për ne Paris Guri, deputeti më i ri, po na pëlqen, se ndoshta kështu na përshtatet neve. Kjo është absurde. Në vetvete kjo paraqet mungesë të çfarë do ndjeshmërie edhe për përgjegjësinë politike, edhe për seriozitetin që e kërkon kuvendi. Po unë mendoj që kjo është pyetje për zotin Lima, jo pyetje për mua. S'po mujt 3 vet po flitim të njëjtën kohë. Votimi i qeverisë është proces tjetër. Ju lutem, edhe me kushtetut, edhe me rregullorit punës kuvendit, edhe me gjykim gjykatës kushtetuese është e parapar votimi për kryetarin dhe nënkryetar të kuvendit. Do të thotë nuk është procesi i njëjtë me qeverinë. Për qeverinë ka afate. Në momentin kur konstituohet kuvendi, 15 ditë i ka partia e parë. Dhe pastaj mandatari gjithsesi është presidentja e cila vendos a do ja kthejë njëjtës parti apo do të shkojë tek partia tjetër. Ajo është shumë e qartë situata. Nuk e kemi këtë hapësirë kohore të pafund, cilës nuk po i shihet fundi në raport me qeverinë. Me qeverinë kemi afate kohore, të cilat janë shumë qartë të specifikuara, që nuk e çojnë situatën në pafundësi. Kështu si jemi me këto pozicione, ju betohem se ne mundemi me shku 2 vjet. Është absurde, por kështu nuk ka aktualisht asnjë nen ose asnjë rregull që përcakton se kur ndalemi me 48 orsha. Do të thotë nuk janë 2 procese të njëjta të cilat mund të krahasohen njëjtë. A do i thoni parti politike për diskutim dhe kur? Po absolutisht ne nuk kemi thënë asnjëherë që nuk i ftojmë, e kemi ftu, kemi bë, e dini letra që i ka shku nga kryeministri Kurti, zotrit Abdi Xhiku, prapë është diskutuar dhe prapë po diskutohet për takim tjetër konsultativ. Njëjtë kemi vepruar edhe kryesuesi i seancës ka vepruar njëjtë me diskutimin i cili çoi në zhbllokim të pikës gjithsesi kalimit në pikën tjetër dhe një sëbetimi të deputetëve të kuvendit të Republikës dhe ishte evidente se vetëm me diskutim dhe me reflektim serioz e konkret mundemi me të i kalu këto situata. Apolitësi politike nga gjitha partit të vjeporë në fonat politike dhe procese që e presin në Kosovën e Kavas. Kemi partnerë të këmëtarë që vazhdimisht besije që sa më shpejt të pejonin se tonë të reja. Definitivisht unë mendoj që jemi të gatshëm dhe besoj se duhet të njëjtin reflektim ta kenë gjitha grupet politike që sa më parë të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria. Cila është zgjidhja politike që vetëvendosje e prezanton të partitë të tjera për me mbritë marrëveshja politike? Tek partit tjera ne kemi propozimin atë që ju thash që Zgjidhje për me mbritë marrëveshja. Marrëveshja është shumë e thjeshtë për tu arritur. Ne i kemi rregullat shumë të qarta dhe shumë specifike për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Tek ne votohet kryetaria e kuvendit, në grup votohen pastaj 3 nënkryetarë të kuvendit. Ne kemi vetëm 1 nënkryetar të kuvendit, pastaj dhe 2 të tjerë janë 2 grupet më të mëdha tjera politike dhe kjo është shumë e thjeshtë dhe ka të bëjë vetëm me kuvendin e Republikës, nuk ka të bëjë me qeverinë. Edhe 2 pyetje i kam këtu, pastaj edhe një në anën tjetër. Po. Partia që ka qenë të që ka postë në mërët dhe në vëtër dhe ka qenë kandidati i straneshë. Këtë rast, kemi një ndreshje politike të lasë, dhe në kemi kërëshje, dhe po ashtu edhe kandidata që kemi propozun nuk është e përqyër nga opozita dhe nuk nga pojto më në vëtate. Se nuk kemi koalicion, asë një parti që edhe të kemi në ka vëtërën në vendit dhe në pasë dhe qëvëri të vëtërën. Jo Plorat se nuk është e vërtetë se kemi marrëveshje politike kemi me disa parti
të komunitetit jo shumic, do me thonë, jo sërb, dhe një nga komunitetit sërb, ministrin e dërheqën e Nadrashic, dhe ata janë deklaru, besoj, mjaftueshëm deri më tani në raport me votën e tyre për kandidatën e lëvizjes vetëvendosje. Ne nuk e shohim këtë proces që duhet të mirët si mirëqen. Do me thënë, ju bëni një numrat për kryetarin e kuvendit, e mandej ju na votoni neve në kryetar të kuvendit. Jo. Nëse dëshironi që të keni kuvend të konstituar, kryetarin e kuvendit e votojmë bashkë, pastaj edhe në kryetar të kuvendit ju votojmë ne. Edhe një herë po e ripërsëris. Imagjinoni sikur ne të gjithë të votojmë kundër votimit të propozimeve të dy grupeve tjera parlamentare që ju takon propozimi për nën kryetar të kuvendit, dhe themi se ne nuk i votojmë, se ne nuk na pëlqejnë kandidatë të juaj. Po ideali. Ideali pastaj edhe në pyetje këtu dhe përmbyllim. Po. Nëse hymë në diskutim të emrave individuale, atëherë ne duam që të kemi vendimarrje edhe tek partitë tjera për emrat e tyre për nënkretar. Kjo është diskutimi. Nëse don ta sjellësh në nivelin në të cilin ata ne na përcaktojnë kandidatin, atëherë ne edhe grupimeve tjera politike ju përcaktojmë kandidatët. Thëm ky s'po m'pëlqen, kjo s'po m'pëlqen, e du kët ose atë. Do të thënë kjo është absurde në vetvete të thuhet ose të përmendet që partitë tjera ne na propozojnë se kë nga grupi ynë parlamentar duhet ta propozojnë për kryetaret kuvendit, kur dihet se shumë qartë e specifikuar dhe asnjëherë kjo rregull nuk është ndryshuar. Që absolutisht kjo është, do me thënë, parimi i njëjtë vlen. Në momentin kur ata votojnë Albulena Haxhiun për kryetaret e kuvendit, pastaj në pako ne votojmë edhe 3 kryetaret e kuvendit. Është marrë si e mirëqen, por jo domosdoshmërisht duhet të jetë ashtu. Se siç e përmendet më herët, thotë që janë deklaruar se përpara ka pas koalicione. Por nuk është askund nuk shkruan që duhet me domos të votohen 3 kryetarë në pako. Hajde ti nxjerrim një nga një. Pastaj cila do të jenë votat për nën kryetarin e kuvendit nga radhë të PDK-s? Cila do të jenë votat për nën kryetarin e kuvendit nga radhë të LDK-s? Për arsye se rregulloria e punës së kuvendit nuk e thot që ata do e mos votohen në pako. E thot që votohen. Dhe pastaj si procedurë është aplikuar deri më tani. Po e ndrojmë atë procedurë. Ta shohim sa po i bëjmë votat për nën kryetarët individualisht. Dhe një pyetje këtu dhe përmbyllim. Jo, unë prapë po e them në parimin e grupit më të madh parlamentar që i takon propozimi për kryetar të kuvendit, është parimi i njëjtë i cili në aspektin subjektiv nuk mund të trajtohet sipas dëshirave ose pëlqimeve apo jo pëlqimeve të deputetëve individualisht ose grupeve, qofshin ato më të mëdha ose më të vogla parlamentare apo vetëm deputetëve të përfaqësuar siç është rasti i nismës me 3 deputetë. Jo, në asnjë mënyrë nuk e konsiderojmë si bllokim. Unë e përmenda që ne kemi shumë të thjesht parimin. Votohet kryetaria e kuvendit, votohen 3 kryetarët e kuvendit. Në të kundërtën, nëse ne arrim të bëjmë 61 vota me këto qëndrime të ngurta të përfaqësuesve të dy partive, grupimeve më të mëdha politike shqiptare në Parlamentin e Kosovës, atëherë ne do kërkojmë që votat për nënkryetar të shkojnë, votimi për nënkryetar të bëhet individual. Dhe atëherë të shohim a do e arrin ata nga 61 vota për secilin nënkryetar që ata e propozojnë. Ju falenderit shumë. Brigena dëgjuam edhe deklarimin e shefës e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila që po insiston në këtë marrëveshje, pra një marrëveshje që ata e votojnë kryetarin kurse këta e votojnë nën kryetar. Pra është kjo ajo për të cilën tani po kërkojnë lëvizja vetëvendosje, pra marrëveshje për zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetar, por jo marrëveshje më të madhe politike. Po zonja Kusari e përfundoi, nëse ne arrim të bëjmë 61 vota, që do të thotë që edhe kjo konfirmoi që nuk i kanë 61 vota dhe nëse arrin që t'i bëjnë 61 vota, atëherë do ta bllokojnë edhe votimin e nënkretarëve dhe do të kërkojnë që të ndahet si procedurë. Po kjo, siç isha duke thënë më herët, është hapje një ftesë në një tavolinë ku sado që e përmendin zonjën Haxhiu si kandidaten e vetme, kur fton njerëz për ta bërë një marrëveshje, atëherë hedh
edhe atë në tavolinë. Pra, ishte ndoshta një sinjal që do të mund të ndryshonte emrit, duke pas parasysh, pra që deklarimin e Zotit Krasniqi, i cili nuk ishte aq i prerë, siç ka qenë deri më tani, dhe krahasuar me zonjën Bajrami, që nuk do ta votonin dikë tjetër. Ai insistoi shumë dhe i dha të gjitha argumentet e tij sepse janë kundër zonjës Haxhiu. Pra, ndoshta veç një nismë e vogël e një procesi diskutimesh nëse, edhe pse pastaj ai tha që nuk do të ulnin, nuk ka vend për kurfar marrëveshje me vetëvendosjen, por ajo çka realisht ndodhi pra është që vetëvendosja e hodhi topin te partitë, te këto dy parti, dhe që tregoj se tash për tash nuk i kanë votat dhe që në një farforme e hapi rrugën që në qoftë se ju na përzihen neve për kryetarin e kuvendit, ne do t'ju përzihemi juve për nën-kryetar. Kjo ka qenë evidente, do të thotë, edhe është absolutisht çështje matematikore, nëse i ke 61 vota, nëse i ka 61 vota njëra palë, pala tjetër s'mund t'i ketë 61 vota dhe nëse njëra palë e kalon propozimin e vetë, mund t'a blokoj propozimin e të tjerve, pra është një matematike thjesht e cila u shpërfaq themi qysh në përpjekjen e kaluar. Një çështje tjetër zonja Bajrami që e potencoi ishte që kryetari i kuvendit, kryetarja e kuvendit e përfaqëson kuvendin, ndërsa kryetarët nuk e përfaqësojnë, megjithatë Kushtetuta e Kosovës e parasheh kryetarin e kuvendit si personin, si pozitën që e përfaqëson, por nën kryetarët i parasheh si pozita cilat e zaventësojnë atë nëse ai nuk është i pranishëm, pra nuk me Kushtetutën e Kosovës nën kryetarët ndonse është e përcaktuar që t'jenë nga partitë e tjera dhe nga dy të tjerë nga pakicat, nuk i vendos ata në një nivel më të ulët veç përfaqësimit politik të partive të tyre, por si zëvendës të kryetarit të kuvendit. Pra, që edhe kryesojnë seanca, pra. Që kryesojnë seanca, përfaqësojnë kuvendin, nënshkruajnë në dokumentet të kuvendit, pra se cilën detyrë ose pozitë ose obligim që e ka kryetari, do të mund të bënte nën kryetari nëse kryetari nuk është i pranishëm, për çfarë do lloj arsye. Pra, në aspektin e rëndësisë, ata janë zëvendësa, mirë po jo që e përfaqësojnë vetëm partinë e vet, mbase tani mund të shohim edhe përpjekjet e tjera sepse nuk bën të ketë një marrëveshje, megjithatë ndodhi ajo që edhe diskutuam, nëse nuk i thret presidentja, këta e thrasin veten,